Të nderuara prokurore, unë se 13 vjet përsekutohem nga drejtësia e Uleksit, pa argumente dhe pa fakte. Gjykimi jam ka ndodhur për krime lufte që e ka marrë dënim për 12 vjetëve dhe e ka marrë 4 vjetë e gjysmë burg dhe ma pastaj jam liru si i pafajshëm. E di që as për du me akuzuas, me shas, me fyj zonin prokurore pa as nuk në gjykus, e di që kjo atë akuz është në ka vesh kësaj gjykate si këmishe hekur nga Uleksi, i cili ka pas qëllim, e ka ditë fort mirë që këtu nuk ka bazë juridike që unë të akuzohem për diçka që nuk kam pas lidhje. As dëshmitari fe, as dëshmitari që nuk kanë qenë dëshmitar drejt për drejt ndaj me. Po besoj që zonja prokurore e vjen shumë mirë këtë çështje. Një pjesë tyne të akuzuar që punona ju kërku falje o nuk se kam ju asnjëherë. Në Sheremetin e kam vendas dhe asnjëherë s'kom pi asnjëherë. E kam ju si figurë. Sheremetin e kam vendas, po asnjëherë nuk kam pi kohë, kam ju vështirë. Partner mjokun se kom po asnjëherë. S'kom me e kurrë. Me gjotën asnjëherë nuk e kom po. Asnjëherë s'kom pi kohë. Me gjotën nuk jam takuar asnjëherë, dhe s'kam pi kohë. Kurse me të tjerët, do mund kemi njohur sepse jemi në të ne komune dhe paka shumë. Dhe nuk kemi pas mundësi më po edhe në fund më përshëndes.